Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku tiramisu, një ëmbëlsirë shumë e mirë. Sot unë do t'ju sjell një version perfekt të përgatitjes së tiramisus, duke përgatitur kremin me vezë dhe krem mascarpone. Le të nisim tani pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Në fillim do të bëjmë pasterizimin e vezëve. Për këtë recetë unë kam përdorur 3 kokra vezë, të cilat në fillim I ndajmë të verdhat e vezëve veç dhe të bardhat veç. Të bardhat e vezëve I hedhim në një tas të madh dhe të verdhat e vezëve I hedhim në një tas tjetër. Do të fillojmë në fillim me pasterizimin e të bardhave të vezëve. Për të pasterizuar të bardhat e vezëve, procesi është I tillë. Në fillim, do t'ju tregoj që për këtë recetë unë kam përdorur 100 gram sheqer ose siç e shikoni, një gotë plot me sheqer. Dhe nga kjo mas sheqeri, 2 lugë gjelle me sheqer I kam shtuar tek tasi ku kam të bardhat e vezëve dhe pjesën tjetër të sheqerit që ngelet e gota e kam hedhur në tenxhere. Në tenxhere gjithashtu kam shtuar edhe 50 ml ujë. Ky është sherbeti që do të përgatisim për të pasterizuar të bardhat e vezëve. Do ta vendosim sherbetin në zjarr mesatar dhe do ta lëmë që të zgjejë derisa të fillojë që të trashet dhe ndërkohë ne do të rrahim të bardhat e vezëve. Të bardhat I rrahim me një mikser dore derisa të bëhet një masë e madhe shkumoze. Siç e shikoni edhe në video, do t'i rrahim deri në atë pikë sa të shikoni që nëse e ktheni tasin me kokë poshtë, të bardhat e vezëve nuk bien më nga tasi. Gjatë kohës që ne rrahim të bardhat e vezëve, përgatitet edhe sherbeti që na duhet për të pasterizuar të bardhat e vezëve. Do të vini re që në momentin që sherbeti do të fillojë të vlojë, në tenxhere do të krijohen disa bulca të mëdha. Ne do ta lëmë akoma sherbetin që të zgjejë edhe për disa minuta të tjera, derisa të vini re që në tenxhere bulcat do të shtohen. Pra do të arrijë në një pikë që sherbeti do të trashet shumë dhe pjesa e sipërme e sherbetit është e mbushur plot me bulca dhe ky është momenti që kuptoni që sherbeti është gati. Ne do ta fikim zjarrin dhe tani direkt, siç është sherbeti I nxehtë, do të fillojmë pasterizimin e të bardhave të vezëve. Pasi të bardhat e vezëve I kemi rrahur dhe I kemi gati, do të shtojmë pak nga pak te të bardhat e vezëve masën e sherbetit që kemi përgatitur. Shtojmë pak nga sherbeti që përgatitëm ashtu siç është I nxehtë, më pas do ta rrahim sërish me mikser dore të gjithë masën e vezëve dhe ndërkohë që ne rrahim masën e vezëve, do të vazhdojmë me shtimin pak nga pak të gjithë sherbetit që ne kemi përgatitur. Sherbeti duhet shtuar shumë pak, dhe ndërkohë gjatë shtimit vazhdon dhe rraja dhe ky proces përsëritet deri në pikën që ne na përfundon të gjithë sherbeti që kemi përgatitur. Pasi keni përfunduar të gjithë sherbetin, I rrahem edhe për pak të bardhat e vezëve dhe do të shikoni në fund fare që masa e vezëve është bërë shumë kremoze dhe tani të bardhat e vezëve I kemi gati dhe ndërkohë ne do të vazhdojmë me procesin e pasterizimit të pjesës së të verdhave të vezëve. Edhe procesi I pasterizimit të verdhave të vezëve në këtë rast është I njëjtë siç vepruam me të bardhat e vezëve. Edhe në këtë rast unë kam përdorur një gotë plot me sheqer ose 100 gram sheqer, nga të cilat 2 lugë gjelle me sheqer I kam shtuar tek të verdhat e vezëve dhe pjesën tjetër e kam shtuar në tenxhere, ku kam shtuar sërish 50 ml ujë. Dhe ndërkohë procesi përgatitjes së sherbetit është njësoj siç vepruam edhe më parë dhe ndërkohë ne do të rrahim të verdhat e vezëve, ndërkohë që sherbeti zjen në zjarr mesatar. Të verdhat e vezëve do t'i rrahim derisa të shikoni që në tas krijohet një masë shkumoze, e cila përveç se dyfishohet në masë, nëse në fillim ngjyra e të verdhave të vezëve është shumë e fortë, me kalimin e kohës duke e rrahur me mikserin e dorës, do të vini re që ngjyra e pjesës shkumoze të vezëve do të fillojë të zbehet. Dhe në këtë pikë do të kuptoni që edhe të verdhat e vezëve I kemi gati.
do të veprojmë njësoj siç vepruam edhe me të bardhat e vezëve. Sherbetin që kemi përgatitur ashtu siç është të nxehtë, do ta shtojmë pak nga pak te të verdhat e vezëve dhe duke shtuar sherbetin, duke e rrahur me mikserin e dorës dhe kështu procesi do të përsëritet derisa ne të përfundojmë të gjithë sherbetin. Në momentin që sherbeti ka përfunduar, do ta rrajmë edhe për pak masën e të verdhave të vezëve me mikserin e dorës, derisa të shikoni që në fund fare masa që ne kemi përftuar është një masë e trashë që kur e merrni me lugë, do ta shikoni që është pak e rëndë dhe mezi shkëputet nga luga. Në këtë moment kuptoni që masa e të verdhave të vezëve është gati. Dua t'ju them diçka në këtë pikë për sa i përket sasisë së sheqerit. Ju e pat që unë në këtë video kam përdorur 2 gota plot me sheqer dhe në fund fare pash që tiramisuja doli pak më e ëmbël nga sa çfarë kisha menduar unë. Pjesën e sheqerit që përdorni për të verdhat e vezëve mund ta përgjysmoni. Vezët i kemi gati dhe ne do të fillojmë me përgatitjen e kremit. Për përgatitjen e kremit përveç vezëve, unë kam përdorur edhe 350 gram mascarpone. E shtojmë në një tas tjetër masën e mascarpones, e trazojmë fare lehtë me një spatull ose një lugë dhe më pas tek masa e mascarpones do të shtojmë edhe të verdhat e vezëve. I trazojmë mirë me njëra tjetrën dhe më pas kremin që kemi përftuar nga përzierja e mascarpones me të verdhat e vezëve do ta shtojmë pak nga pak tek tasi ku kemi pjesën e të bardhave të vezëve. Dhe duke e shtuar pak nga pak, duke e trazuar kremin në mënyrë që në fund fare të përftojmë një krem me një masë të njëtrajtshme. Procesin e shikoni edhe vetë në video. Në momentin që kremin e keni gati, mund ta vendosni për pak çaste në frigorifer derisa ne të përgatisim pjesën tjetër të recetës. Kremin e lëm të pushojë për pak në zonën normale të frigoriferit dhe ne ndërkohë përgatisim kafen që do na duhet për recetën e tiramisus dhe biskotat. Për këtë recetë unë kam përdorur një paket me biskota ose në total 24 biskota, por kjo varet shumë edhe nga madhësia e tepsisë se ku do ta përgatisni këtë ëmbëlsirë. Dhe ndërkohë në një tas kam shtuar 2 lugë gjelle me kafe dhe pothuajse 1 gotë me ujë të nxehtë. Gjithashtu unë kam shtuar edhe 1 lugë gjelle me sheqer. Kjo është në dëshirën tuaj, po të doni mund mos e shtoni fare. Dhe më pas masën e trazojmë mirë dhe kur masa është gati, tani do të fillojmë me përgatitjen finale të recetës. Heqim kremin nga frigoriferi dhe tani do të fillojmë me shtrimin e biskotave në tepsi. Në fillim do të marrim pak nga masa e kremit që kemi përgatitur, do të lyejmë tepsin siç e shikoni dhe në video dhe më pas do të fillojmë që biskotat një nga një t'i zhysim tek kafja që kemi përgatitur. Zhytjen e biskotave e bëjmë vetëm nga njëra anë dhe më pas i vendosim në tepsi duke vendosur në pjesën e poshtme pikërisht pjesën që nuk kemi zhytur në kafe. Pra biskotat i vendosim në atë mënyrë që pjesa e zhytur në kafe të qëndrojë në pjesën e sipërme dhe në këtë mënyrë lëngu i kafes që thithin biskotat do të depërtojë në të gjithë biskotën, pa pasur nevojë që ta zhysni komplet biskotën tek lëngu i kafes. Kështu do të veprojmë derisa të përfundojmë të gjithë biskotat për shtresën e parë që do të vendosim në tepsi. Më pas, sipër biskotave do të shtrojmë gjysmën e kremit që kemi përgatitur dhe ndërkohë procesi përsëritet duke formuar dhe një shtresë tjetër sipër kremit me biskota të zhytura në lëngun e kafes. Dhe në fund fare sipër do të shtrojmë pjesën e fundit të kremit. E nivelojmë mirë kremin dhe tani ëmbëlsirën e fusim në frigorifer. Mirë është që ëmbëlsira të qëndrojë përgjatë gjithë natës në frigorifer në zonën normale të frigoriferit, por unë nuk kisha kaq shumë kohë, pasi e kam bërë ëmbëlsirën dhe e kam konsumuar brenda ditës, por nëse dëshironi ta përgatisni brenda ditës dhe ta konsumoni në po të njëjtën ditë, mirë është që përpara se ta servirni për familjen apo për miqtë tuaj, tiramisun ta vendosni pak në zonën e ngrirjes, në mënyrë që të ruajë të formën kompakte në fund fare kur e servirni. Dhe pas 6 orësh e kam hequr nga frigoriferi, i kam hedhur pak kakao sipër
ashtu siç është edhe receta tradicionale për këtë ëmbëlsirë dhe më pas tiramisun e presim në forma dhe e servirim për familjen tonë. Por siç u thash, mirë do t'jetë që përpara se ta servirni, përpara se t'i hidhni kakaun, ta fusni pak në zonën e ngrirjes dhe më pas ta servirni për familjen tuaj. Në këtë mënyrë do të shikoni që tiramisuja do ta ruaj më mirë formën kur t'u servirni familjarëve tuaj. Tani ëmbëlsirën e keni gati. Kjo është edhe receta që unë kisha përgatitur për ju të dashur miq, një recetë që me të vërtetë ja vlen ta provoni për çfarëdo rasti që keni në familjen tuaj. Shpresoj shumë që kjo recetë t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë e familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni cilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.